Nesër në orën 10 pritet të mblidhet Kryesia e Kuvendit të Kosovës për të caktuar seancën e parë për sesionin pranveror dhe rendin e ditës për këtë seancë. Këtë e konfirmoi për televizionin ton këshilltari i kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veselit, Blerim Latifi. Ai nuk ka dhënë detaje se cilat janë pikat që mund të diskutohen në seancën e parë për këtë vit dhe nuk e konfirmoi nëse do të diskutohet futja në rend të ditës e pikës për votimin e presidentit. Për të diskutuar për qëndrimet e opozitës lidhur me fillimin e punës së Kuvendit dhe për çështjen e krizës politike. I ftuar në studio është Frashër Kresniqi nga Lëvizja Vetëvendosje. Bisedën me të e zhvillon kolegu Burim Zariqi, fjala për juve. Faleminderit Leonor shumë, mirëmbrëma zotri Kresniqi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se ju qej. Atëherë pra siç e kuptuam, nesër pritet të mbledhet Kryesia e Kuvendit në orën 10 për të diskutuar për caktimin e seancës. Është thënë se pritet që të premte të mbahet seanca ku pritet që të votohet çështja e zgjedhjes presidentit të ri të Kosovës. A do të marrë pjesë në këtë mbledhje të kryesisë në kryetarja Vetëvendosjes Aida Durguti? Po, sot e kemi marrë një ftesë, pra në kryetarja e Kuvendit zonja Aida Durguti ka marrë një ftesë për një seancë që të kryesisë së Kuvendit, në të cilën ftesë është bërë përmes telefonit dhe nuk dihet çfarë rendi ditës do të ketë ajo mbledhje. Ne konsiderojmë që ka një lloj ngutije nga ana e Hashim Thaqit për të zgjedhur president, sepse ai është shumë i vetëdijshëm tashmë që vendi do të shkojë në zgjedhje për shkak të pakënaqësisë madhe qytetare, dhe çka po don zotri Thaqi, i vetëdijshëm që do t'i humbë zgjedhjet e ardhshme, është shumë i interesuar që të zgjedhet president në këtë mënyrë që të shpëtoj politikisht edhe për një periudhë kohore. Nëse do të mbahet premten seanca, cilat janë veprimet e opozitës, themi, a do të lejohet mbarvajtja e seancës? Fillimisht ne si opozitë jemi shumë të interesuar që t'i bëjmë thirrje lidhjes demokratike të Kosovës dhe deputetëve të saj, që të mos ja vazhdojnë këtë mbijetesë politike Hashim Thaqit, sepse dihet dhe është e qartë tashmë dhe nuk kontestohet nga askush që zgjedhja do të ketë shumë shpejt. Ajo që ka mund të bëjë... Ku jeni bindur? Ku i bazojnë këto që Po i bazojmë në pakënaqësinë e madhe qytetare, domethënë kemi pas një protestë ndër më të madhe në historinë e Kosovës. 17 shkurtit do të jetë protestë hala më e madhe se sa në janari, dhe kjo situatë pashmangshëm do të çojë drejt zgjedhjeve të reja, sepse kjo qeveri nuk do të mund të rezistojë vullnetit kaq të fuqishëm dhe masiv të qytetarëve. Ne po konsiderojmë që Lidhja Demokratike e Kosovës mundet me kursy Kosovën nga një dëm i radhës. Pse keni këtë besim që LDK-ja do të dalë kundër Thaqit pasi dihet që ka marrëveshje me PDK-n për të... Nuk e kemi këtë besim, por jemi të interesuar që t'i bëjmë thirrje Lidhjes Demokratike të Kosovës që mos e shpëtoj edhe një herë politikisht Hashim Thaqin dhe të mos e dëmtoj edhe një herë Kosovën duke e zgjedhur këtë person për president, sepse nëse ata mendojnë që kriza do të zgjidhet nëse Thaqi bëhet president, e kanë gabim. Se u bë apo s'u bë Thaqi president, kriza do të vazhdojë për shkak se kjo krizë zanafillon e saj ka në marrëveshjet antikushtetuese dhe në këtë qeveri e cila ka shkel kushtetutën në 23 nënën. A do të vazhdoni zotri Kresniqi ta bllokoni seancën e Kuvendit dhe në çfarë forme? Kemi parë disa forma deri më tani, a do të jenë të ngjashme apo? Normalisht që subjektet opozitare do të bëjnë çmos që të mos lejojnë zgjedhjen në krye të shtetit të një person kaq jo kredibil siç është Hashim Thaqi, i cili është një prej përgjegjësve kryesor për degradimin kaq të madh vendit tonë, duke filluar degradimin politik, ekonomik e social, dhe normalisht që subjektet opozitare do të bëjnë të pamundurën që të protestojnë, qoftë brenda, qoftë jashtë Kuvendit, në mënyrë që të parandalojnë një gjë të tillë. Po shumë e rëndësishme të theksohet që nuk ka kuptim organizimi një seance për të zgjedhur Thaqi president në një situatë të tillë ku i gjithë populli është duke u organizuar për me detyru këtë qeveri me dhënë ndërheqje. Pra në këtë situatë ku qeveria ka minimumin e mbështetjes qytetare, pra është në gjendjen e saj më të rëndë sa i përket mbështetjes qytetare, në këtë gjendje të zgjidhet president një person i cili është shkaktari krejt kësaj krize, një prej shkaktarëve kryesor, është absurde dhe e papranueshme. Por këto ja lejon kushtetuta zotri Kresniqi, pasi dihet që edhe një kohë të shkurtër është afati kur do të zgjidhet presidenti i ri i Kosovës. Por të ndalemi tek kjo çështje e bllokadës së seancës, keni paralajmëruar se çdo seancë do ta bllokoni sakt. Dhe a do të tentoni që edhe në seancën në sallën alternative në qoftë se zgjedhet presidenti i ri ta bllokoni? Dua ta sqaroj çështjen e kushtetutës. Nëse thirremi te kushtetuta, atëherë kjo qeveri duhet të jap ndërheqje më njëherë, sepse e kanë shkel kushtetutën në 23 nënë. Kështu që nuk mund pretendojmë që Thaqi ka legitimitet qytetar apo kushtetues që të bëhet president, sepse është një prej njerëzve shkelës kushtetutës, në këtë vend ka precedent
që një person që shkel kushtetutën duhet jap dërheqje se lema të zgjidhet president. Kurse sa i përket seancave, opozita ka bërë qartë qëndrimin e saj. Nuk mund të ketë normalitet institucional dhe politik në Kosovë përderisa vazhdon me një qeveri e cila ka shkel kushtetutën dhe e cila është e gatshme ta sjell kontrollin e Serbisë në Kosovë dhe t'ja fal malit të zi mbi 8.000 hektar. Në këtë kontekst normalisht që subjektet opozitare do të vazhdojnë protestën e tyre, qoftë brenda, qoftë jashtë kuvendit, dhe do të tentojmë edhe të parandalojmë edhe zgjedhjen për president të personit më të rryer aktualisht në Kosovë. Të ndalemi tek aksionet e juva, kemi informacione brenda blokut opozitar që gjatë parakalimit të FSK-s për nderë të 8 vjetorit të pavarësisë e Kosovës, opozita do të ndërmarrë një aksion simbolik në sheshin ku do të parakaloj FSK-ja, pra a mund të na shpalosni në lidhje me këtë aksion, si do t'jetë, a është i sakt, a janë të sakta këto informacione? Skenari i opozitës tashmë është i qartë publik dhe unë po e rithem këtu që ne në orën 14 do të mblidhemi në para bibliotekës kombëtare dhe do të marshojmë drejt sheshit Skënderbeu. Ky është skenari për ditën e 17 shkurtit. Tek sheshi Skënderbeu do të mbahen fjalime dhe aty do të thotë edhe do të zhvillohet protesta mirë, po për këto informacione që do të ketë aktivitete nuk janë të vërteta. Opozita me 17 janë... Nuk do ta pengani pra parakalimin e FSK-s? Me 17 shkurt opozita, aktivitetin e saj e fillon në orën 14 para bibliotekës kombëtare. Por jeni kritikuar mjaft edhe për mbajtjen e një proteste gjithë popullore pikërisht në ditën e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Si e komentoni ju këtë? Pse zgjallet pikërisht këtë ditë? Po e zgjodhëm pikërisht këtë ditë për shkak se ne konsiderojmë që kjo nuk do të jetë thjesht protest, por do të jetë edhe fest e cila vjen për shkak që me 17 shkurt Kosova do të fillojë çlirimin nga këto banda kriminale që e kanë kapë shtetin, nga këta njerëz që janë të gatshëm i bëjnë kompromise Serbisë. Pra është një ditë e përshtatshme dhe shumë e qelluar që të bëhet fest dhe protest, me rastin e rikonfirmimit të kundërshtimit qytetar ndaj kësaj qeverie antikushtetuese. Do doja të dija nëse do të marrin pjesë të 4 deputetët e opozitës të cilëve është lëshuar flet arrest sot nga gjykata themelore në Prishtinë, bëhet fjalë për Albin Kurtin, Albulena Agjiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi. Ne konsiderojmë që këto urdhër arreste të cilat pëlqohen ndaj deputetëve në fjalë janë përndjekje politike ndaj opozitës. Deputetët 3 prej tyre sot kanë qenë në sallë, por ka qenë gjykatësia i cili është vonu dhe nuk e ka respektu në fakt kohën e deputetëve dhe normalisht që deputetët janë larguar. Ndaj për shkak të papërgjegjësisë një gjyqtari e prokurori, normalisht që nuk mund të ndëshkohet opozita. A do jenë protesta 4 deputet? Kjo do të vendosët ditët dhe në vijim, po asnjë deputet i opozitës nuk ka arsye që të mos marr pjesë në një protest, për shkak se është e drejtë qytetare që të lëvizim lirshëm dhe të dalim në për këto protesta. Një çështje për shkak kohës, më falni zoti Krasniqi, sot janë hekur pankartat nga sheshi në Tereza, mund ta komentoni pse u hoqën këto pankarta? Po sot ka pas një erë shumë të fuqishme, besoj e keni vrejtë edhe ju nëse keni pas rastin me dalë në qytet, dhe kjo eri ka largu disa prej pankartave, gjë e cila na ka shtymi largu edhe tjerat për shkak të dëmtimit që ja u ka bo era. Nuk është ndonjë arsye tjetër, është thënë që aty kanë pasur të vendosur flamujt simbolet e shtetit të Kosovës? Nuk ka kur gjë të vërtetë në këtë lajm, normalisht që në momentin që qetësohet era ato banera dhe mund të vendosen prapë, sepse ka qenë komplet çështje teknike, pra nuk ka pas bëj asgjë me këto supozime. Zoti Krasniqi, faleminderit shumë për kohën që ndat për televizionin tonë. Faleminderit për juve. Leonor? Bërim faleminderit për bisedën në studio, falenderojnë edhe zotin Frashër Krasniqi, pra do që të bisedën me Frashër Krasniqi nga lëvizja vetëvendosje. Protestës së opozitës me 17 shkurt për ta kundërshtuar qeverinë aktuale kanë paralajmëruar se do t'i bashkohet edhe lëvizja studentore Studim Kritik Veprim së bashku me disa organizata të tjera studentore. Këto qëndrime ata i shprehen në shënimin e 46 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës. Në shënimin e 46 vjetorit të Universitetit të Prishtinës, përfaqësues të organizatave studentore kërkuan nga pushteti që të mos ndërhyjë në universitet. Me vendosjen e disa pankartave në objekte të konvikteve të studentëve, përfaqësues të organizatave studentore thanë se kanë shumë arsye për t'ju bashkuar protestës së opozitës më 17 shkurt. Janë bu bashk për mi përkra protestat e kujt do të qoftë që organizojnë protesta kundër shkeljes të vijës demarkacionit me malin e zi dhe kundër marrëveshjes për zajednicën. Pra, në këtë rast, student kanë me përkra protestën e opozitës bashkuar, të
të cilët po protestojnë për këtë dy çështje. Studentët janë autonom në krijimin e mendimeve të tyre dhe ne thjesht jemi të indinjuar me këta dy vendime. Kushdo që proteston kundër këtyre vendimeve, aty do t'i ketë studentët e Universitetit të Prishtinës. Parlamenti i studentëve vazhdimisht ka shpreh pakënaqësinë dhe situatat e parregullt të cila ndërlidh universitetin me politikën aktuale dhe jemi mobilizim i cili do të filloj duke u bashkangjit me protestën e opozitës bashkuar me 17 të shkurt dhe i cili do të vazhdoj i pavarur nga studentët. Ne kemi marrë këtë iniciativë dhe jemi bashkangjit me protestën e opozitës duke fillu aktivitetin tonë këtë formë, mirë po duke vazhdu më pastaj edhe si student dhe si vullnet i studentëve kundër kësaj këtë qeverisje. Ndërkaq, Parlamenti studentor është distancuar nga deklaratat e Egzondakut. Në komunikatën e lëshuar thuhet se Egzondaku nuk është më kryetari i Parlamentit studentor dhe se ky parlament nuk ka qenë dhe nuk do të jetë në shërbim të asnjë partie politike. Në mbledhjen e parë të Kuvendit Komunal të Prishtinës nuk morën pjesë asamblestët e lëvizjes vetvendosje, për të cilët u tha se po e bllokojnë punën e Kuvendit Komunal. Pas mbledhjes së Kuvendit reagoi nën kryetari i Komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu, i cili tha se kryetari i Komunës Shpend Ahmeti ka kërkuar nga kryesuesi që kjo seancë të shtyhet për 18 shkurt pasi Ahmeti gjendet në Belgjik. Në mbledhjen e parë për këtë vit të Kuvendit Komunal të Prishtinës nuk morën pjesë asambleistët e lëvizjes vetvendosje. Kjo nxiti reagimin e asambleistëve të tjerë, thanë se kjo dëshmon se është lëvizja vetvendosje, ajo që po e bllokon punën e Kuvendit Komunal. Po shija kush e bllokon Kuvendin, sepse tën kohën është folë se pjesa shumica e Kuvendit për bllokon, po shia që nuk po e bllokon. Shman qartë kush është blokusi në komunën e Prishtinës, kush përpiqet të ndërhyjë në punën e asamblesë, në punën e Kuvendit Prishtinës, dhe çdo koment i më tutje, unë mendoj që është i tepër, sepse u thanë edhe këtu më herët, vetë fotografia këtu po e dëshmon ata që duhen ta bllokojnë. Megjithatë, në mungesë të asambleistëve të vetvendosjes, Kuvendi Komunal miratoi me shumicë vota 7 pika të rendit të ditës. Në fund, asambleistët e LDK-s dhe të PDK-s dolën me një deklaratë të përbashkët kundër vendimit të kryetarit të komunës Shpend Ahmeti për të mos organizuar asnjë aktivitet në 8 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Komuna e Prishtinës për të dytën herë me radhë refuzon të organizojë çfarëdo aktiviteti për nder të festës më të madhe të Republikës së Kosovës. Arsyetimet e kryetarit të komunës së Prishtinës se festa e pavarësisë është festë me të cilën duhet të merren qeveria e Republikës së Kosovës janë të papranueshme dhe janë përpjekje për denigrim të kësaj dite të madhe festive. Më vonë mbledhjen e lëshuan edhe asambleistët nga radhët e AK-s. Kjo bëri që mbledhja e Kuvendit të mos vazhdoj për mungesë kuorumi. Nën kryetari i komunës së Prishtinës, Dardan Sejdiu ndërkaq tha se vetvendosje ka kërkuar shtyerjen e mbajtjes së kësaj seance me arsyetimin se kryetari i komunës është në një vizitë zyrtare jashtë vendit. Kryetari i komunës ka kërkuar nga kryesuesi që të bisedoj me gjithë shefat e grupeve parlamentare apo grupeve në asamblenë komunale, që të shtyhet mbledhja për datën 18, me që kryetari është shprehur që do të ishte shumë i interesuar që të jetë pjesë e diskutimeve në Kuvendin Komunal për temat cilat janë në rend të ditës. Kryesuesi e ka marrë për obligim të komunikojë me gjithë shefat e grupeve parlamentare, por si duket ka komunikuar vetëm me 2, me zotin Sami Hamiti që është shefi i grupit parlamentar të LDK-s dhe me zotin Lira Akçela që është shef grupi parlamentar të PDK-s dhe nuk ka komunikuar me asnjë shef tjetër të grupeve parlamentare. Sejdiu tha se ka pasur koordinim të plot mes komunës së Prishtinës dhe qeverisë së Kosovës rreth aktiviteteve për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kthehemi në studio me informacione të tjera. Agjencia Kosovare e Privatizimit publikoi listën me emrat e 170 uzurpatorëve aktual të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore, si dhe emrat e 632 uzurpatorëve të mëparshëm të këtyre aseteve. Publikimi i këtyre listave është bërë me kërkesë të kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli pas takimeve me drejtues të AKP-s. Agjencia Kosovare e Privatizimit paraprakisht
ka konsultuar Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të dhënave personale, e cila ka dhënë opinionin ligjor se publikimi i të dhënave me emrat e uzurpatorëve aktual dhe të mëparshëm nuk paraqet shkelje të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. AKP dëshiron që përmes këtij njoftimi të bëjë të ditur se është e përkushtuar në zbatimin e ligjit mbrojtjes dhe administrimit në mirëbesim të pronës shoqërore. Listat e publikuara periodikisht do të azhurnohen përderisa ftohen palët e interesit që në rast të vërejtjeve në saktësinë e shënimeve të publikuara të dërgojnë me shkrim vërejtjet e tyre në zyrat rajonale të agjencisë. Agjencia sot njoftoi me shkrim edhe Policinë e Kosovës me listën e pronave të uzurpuara në pronësi shoqërore dhe pronave të shitura me uzurpator. Publikimin e listës uzurpatorëve të pronave të privatizuara dhe publike nga viti 99 deri më sot e ka përshëndetur kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai vlerëson se ky është një hap i parë inkurajues në drejtim të transparencës së plotë të procesit të privatizimit në Kosovë, i cili duhet të pasohet nga hapa të tjerë. Kryeparlamentari Veseli fton mediat, shoqërinë civile, mekanizmat e sundimit të ligjit dhe qytetarët që të japin kontributin e tyre në këtë proces të transparencës. Ai thekson se qytetarët e Kosovës ka nevojë të dinë me emër dhe mbiemër se kush ka privatizuar në Kosovë gjatë këtyre viteve, por edhe se kush janë uzurpatorët dhe përfituesit e paligjshëm në Kosovë. Kosova për herë të parë ka një strategji zhvillimore përmes së cilës synohet një zhvillim më i hapshëm. Për strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021, zyra e Bashkimit Evropian ka ndarë afro 2.600.000 euro. Kryeministri Isa Mustafa tha se kjo strategji paralel me zhvillimin ekonomik do të shërbej edhe për proceset integruese. Kosova tani për herë të parë ka strategjinë kombëtare për zhvillim që përfshin periudhën 2016-2021, e mbështetur në 4 shtyllat kryesore: kapacitetet njerëzore, sundimin e ligjit, zhvillimin e konkurrenshmërisë dhe infrastrukturën. Kjo strategji, sipas kryeministrit Isa Mustafa, duhet të sjellë orientimet kryesore zhvillimore të vendit. Ne me këtë strategji kemi bërë të qarta orientimet tona, e kemi bërë të qartë po ashtu dhe pozicionin tonë se zhvillimi ekonomik, promovimi punësimit dhe rritja mirëqenies do t'jenë themelit qeverisë së mirë të vendit për këto 4 vite të mandatit të kësaj qeverie, dhe se gjitha këto bazohen iniciativën private në konkurrencën e tregut hapur si forca kryesore që sigurojnë prosperitet ekonomik dhe sigurojnë zhvillim. Mbështetur në rëndësinë që ka kjo strategji zhvillimore, sipas e kryeministrit Mustafa, e njëjta nuk trajtohet si parciale, por si pjesë e proceseve më të gjëra integruese. Jemi siguruar që strategjia kombëtare për zhvillim të jetë në harmoni të plotë me proceset e tjera strategjike, siç është procesi i integrimit në Bashkimin Evropian përmes zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, programi për reforma ekonomike e tjera. Kjo sepse prioritetet e parapara në këtë strategji janë të sinkronizuar me prioritetet e reformave ekonomike dhe institucionale të nevojshme për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, që kondicionon edhe dhe strategjinë e Bashkimit Evropian Europa 2020 dhe ciklin e ri planifikimit të asistencës Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit. Artimi i strategjisë kombëtare për zhvillim është mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian me afro 2.600.000 euro dhe sipas shefit të këtij misioni në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka për qëllim edhe përgatitjen e masave të shumta që do të kenë ndikim qendror në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kosova ka nevojë për identifikimin e nevojave dhe për një zhvillim më të lartë ekonomik dhe përmirësimin e kapaciteteve ekonomike. Krahas kësaj strategjie, Bashkimi Evropian ka përgatitur dhe një varg masash që do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kjo strategji dhe MSA-ja janë mjete për të adresuar sfidat dhe për të arritur objektivat të dëshiruara zhvillimore ekonomike. Në prezantimin e kësaj strategjie, u tha se zhvillimi ekonomik është të ballafaqur me pengesat të ndryshme, siç janë bashkërenditja e politikave zhvillimore dhe proceseve institucionale, ndaj edhe miratimi i kësaj strategjie ka për qëllim eliminimin edhe të këtyre pengesave. Mbi 500 oferta punësimi u prezantuan në panairin e punës 2016, organizuar për nder të 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Morën pjesë rreth 50 kompani, ndërto edhe Radio-Televizionin 21. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se krijimi i vendeve të reja të punës është ndër prioritetet kryesore të qeverisë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa vizitoi gjatë ditës panairin e punës. Nuk deshi të komentoj rreth situatës politike në vend. U shpreh se ngjarja më e rëndësishme këtë ditë është mundësia për punësimin e 500 qytetarëve. Kemi një numër të konsiderueshëm bizniseve këtu sot, do të jenë ndërmjet 40 dhe 50 biznise nga Kosova dhe llogarisim që ofertat e punës cilat sot do të bashkërënditen këtu me ata që kërkojnë punë, do të jenë mbi 500 të tilla në fushat të ndryshme, që është një mundësi e veçantë për 3 tanë, për punësim brenda, por natyrisht kemi edhe shansën atyre që dëshirojnë që përkohësisht punësohen jashtë që të shprehin nevojat dhe kërkesat e tyre. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka ndërkaq inkurajoi të rinjt që të shprehin interesim për këtë panair. Tiftoj ata qytetarë që do të kenë mundësi që të vinë dhe nëse janë në kërkim të një vendit punës që ta shfrytëzojnë këtë mundësi, tha kryeministri mjaft mirë që ofrohen diku mbi 500 vendet punës vetëm brenda territorit të Kosovës dhe një numër tjetër i vendeve të punës, po ashtu qindra SOSH cilat ofrohen për shtetet e jashtme, dhe meqenëse se ne gjithmonë e konsiderojmë rinin si njërin prej aseteve kryesore për zhvillimin ekonomik të këtij vendi, atë natyrisht që promovojmë punësimin në brenda Kosovës. Në këtë panair marrin pjesë rreth 50 kompani nga Kosova, të cilat paraqesin ofertat e tyre për punësim, ndërto edhe radio televizioni 21. Deri tash është interesant, kemi marrë rreth 20 aplikacione interesimi, edhe po duket që deri në 50-100 do të kemi deri në fund vitës. Po mandej do të komunikojmë me gjithë ata aplikantë dhe të shohim se çka mund me bëj, çish mund me kyç, ose në proces të edukimit në punë, ose edhe për së drejtën në kryrën e veprimeve. Ky panair u organizua nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare. Punësimi paraqitet si një nga problemet më të mëdha edhe për komunitetin Ashkali, përveç sfidave të tjera në integrimin e përgjithshëm dhe në arsim. Në konferencën e organizuar nga zyra e kryeministrit Isa Mustafa për shënimin e ditës së Ashkalinëve, u tha se janë hartuar plane të rëndësishme për avancimin e këtij komuniteti në shoqërinë kosovare. Komuniteti Ashkali po vazhdon të përballet me probleme të shumta, sidomos në arsim dhe punësim. Në shënimin e ditës së Ashkalinëve, Ministri i Administratës Publike Mahir Jakxhilar dhe zëvendës Ministri i Arsimit Usmen Balc premtuan për krajën e qeverisë për zhvillimin e këtij komuniteti. Qeveria e Kosovës është përkushtuar të ndihmojë në zhvillimin sin përgjithshëm e Kosovës, gjithashtu edhe këtij komuniteti. Janë hartuar planet të rëndësishme dhe strategjit vepruese. Por, siç dihet, Kosova ka ende shumë sfida para vete, që në këtë aspekt edhe komuniteti Ashkali jeton dhe ka para vete sfida si integrimit, arsimimit, por sidomos në fushën e ekonomisë dhe punësimit. Arsimi i komuniteteve pakic është një nga kategoritë më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve edhe në Kosovë, kështu që duhet t'i kushtohet një vëmendje e posaçme. Arsimi është një drejtë individuale e secilit prej nesh. Kjo paraqet një divizit të promovimit dhe respektimit të drejtave të komuniteteve në përgjithësi. Arsimi i komuniteteve pakic i jep stabilitet në një shoqërie, siç është kjo e Kosovës. Në konferencën e organizuar nga zyra e kryeministrit Mustafa, u tha se nga 5.000 bursa sa janë ndarë këtë vit nga Ministria e Arsimit për nxënësit, 188 prej tyre kanë qenë për komunitetin Ashkali. Komisioni Parlamentar për Shëndetësi kërkoi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale që të jetë më bashkëpunuese me komunat dhe të rrisë transparencën e shpenzimeve buxhetore. Antarët e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi kritikuan Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale për mungesë të transparencës buxhetore. Publikimi i raporteve, kjo ka qenë mungesa e transparencës buxhetore, mungesa në publikim e informatave rreth shpenzimit e buxhetit të skemës për ndihmë sociale, nuk ka pasur publikime në web faqen në ministrisë të raporteve të shpenzimeve të skemës për ndihmë sociale. Rekomandohet të rritet transparenca nga ana e ministrisë se përket shpenzimit e buxhetit,
të publikohet raport dhe të informuar për çastje në publik në bazë të kërkesave të ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive. Komisioni vlerësoi se bashkëpunimi jo i mirë në mes të komunave dhe të ministrisë ndikon në menaxhimin jo efektiv të buxhetit për skemën e ndihmës sociale. Me zhvillimet në kulturë na njofton kolegu Lorek Bakia. Përshëndetje Lorek. Mirëmbrëma. Lorek, do të flasim fillimisht për ndarjen e çmimit për vepër jetësore Azem Shkreli. Sot është bërë e çmimit letrar kombëtar për vepër jetësore Azem Shkreli në një ceremoni të organizuar në kuadër të aktiviteteve festive për shënimin e 8 vjetorit të Republikës Kosovës. Gjithsesi, në këtë ceremoni ku ishte prezent kryeministri Sa Mustafa dhe natyrisht edhe ministri i kulturës Kujtim Shala, janë dhënë edhe çmimet e tjera vjetore në fushën e letërsisë. Me një ceremoni në kabinetin e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës, Kujtim Shala, sot u bë ndarja e çmimeve vjetore në fushën e letërsisë. Në këtë aktivitet, i cili organizohet në kuadër të manifestimeve për 8 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, krijuesi Arif Demolli u nderua me çmimin letrar kombëtar për vepër jetësore Azem Shkreli. Demolli me këtë rast tha se ndihet i nderuar për këtë çmim, por njëkohësisht edhe i trishtuar. Kjo vetë formulimi për vepër jetësore mund pak më të ngëllon si e trishtushëm, sepse sikur e vjen në fund një pikë, që sikur ka marrë fund gjithçka dhe tash mirë por në besoj dhe kam dëshirë të vëraj gjitha atyre që ka marrë, kërcime që ta marrën, që kjo pikë dhe të botë presje dhe jeta zholla na vazhdon, edhe që të më vitë dhe të kryojnë diçka të re. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe kryeministri i vendit Sa Mustafa, i cili tha se Demolli është një personalitet me krijimtari të mrekullueshme letrare. Që ka siguruar gëzimin e fëmijëve, ka zhvilluar ndrimin e fëmijëve dhe ka krijuar gjuhën e fëmijëve, që se kanë ndër tjerët, prandaj ka merita të veçanta, ka shumë merita se sa që ne mund të japim sot përmes çmimit për kombëtar për veprën e tij jetësore. Përveç këtij çmimi u ndan dhe 4 çmime të tjera. Fituesi i çmimit për veprën më të mirë në prozë Anton Pashku u shpall krijuesi Recep Murtez Shala. Me çmimin vjetor për veprën më të mirë në poezi u nderua poetja Ervin Halili. Çmimi vjetor për kritik letrare dhe stilistik Ibrahim Rogova ju nda Xhavet Beqirit. Çmimi për veprën më të mirë të përkthyer në gjuhën shqipe ju nda përkthyesit Fadil Bajram, përderisa çmimi më i ri në kuadër të çmimeve vjetore për letërsi nga Ministria e Kulturës, ai për veprën më të mirë letrare për fëmijë Vehbi Kikaj, ju nda Abdullah Thaqit. Tu e mbylli magazinin informative 21 Live News për sonte, natën e mirë.